Ish banori i Big Brother VIP Kosova 3, Naim Bunjaku, i njohur për publikun si Xuxi, ka uruar publikisht gjestin për fitoren e tij në edicionin e 4 të Big Brother VIP Albania. Në një intervistë të dhënë për Robi Plaket kur don vet, Xuxi i uroi sukses e gjestit duke thënë se mosha, gjendja familjare dhe përkushtimi i gjestit e bënin atë kandidatin ideal për këtë reality show. Shumë urime. Jam gëzuar shumë sinqerisht. E kam përkrahur në mënyrën time në Instagram kryesisht. Jam i kënaqur sepse djali është i bërë në një farë mënyrë për atë forma. Mosha e tij nuk kishte obligime jashtë. Prindërit shëndosh e mirë, motrën, vëllain. Edhe djalë shumë inteligjent, ka ditur me i lidh senet, ndoshta s'ka dit me artikulu, ama ka qenë super djalë i mirë dhe s'ka ofendu kërkun aty, tha Xuxi.